Një nga arkitektët e fitores së Donald Trump në vitin 2024 pretendon se ai bëri një vizitë pa publikuar në Australi për të këshilluar Partinë Liberale në lidhje me çështje strukturore që lidhen me Peter Dutton përpara zgjedhjeve federale. Strategu veteran republikan Chris LaCivita u tha gazetarëve të kamufluar që paraqiteshin si klient të mundshëm për punë konsulence politike, se ai po punonte si konsulent privat gjatë vizitës në Australi, jo në një kapacitet zyrtar ose si këshilltar i presidentit të SBA-s. Pamjet e bisedave të fsheta u publikuan të njëjtën nga organizatat me bazë në Evropë, Corrective dhe Qendra për raportimin e klimës. Isha në Australi 2 javë më parë duke ndihmuar Partinë Liberale atje për disa nga problemet e tyre strukturore që kishin me Peter Dutton, tha LaCivita më 16 prill në të parën nga 2 telefonatat. Fushata zgjedhore e Australisë filloi më 28 mars. Gjërat duket se po lëvizin në drejtimin e duhur atje. Këto përpjekje janë të natyrës rreptësisht politike dhe nuk kërkojnë që unë të angazhohem me qeverinë e Shteteve të Bashkuara. LaCivita u tha gazetarëve të kamufluar në një telefonat të dytë më 24 prill se e bëri udhëtimin pa publicitet. Ai e krahason këtë me raportimet në media rreth punës së tij të paguar me Partinë Opozitare të Shqipërisë. Nuk e dinin kur që isha atje, tha ai duke ju referuar vizitës së tij të pretenduar në Australi. Përpiqem të ruaj një shkallë diskrecioni, thjesht na jep një shkallë lirie lëvizjeje. Një zëdhënës i koalicionit mohoi se LaCivita kishte ndonjë lidhje me fushatën e Dutton. Zoti LaCivita nuk po këshillon, nuk ka këshilluar kurrë dhe nuk është i përfshirë në asnjë mënyrë me fushatën e koalicionit. Zoti Dutton nuk është takuar me të, tha ai. Në një deklaratë LaCivita i tha Guardian Australia: "Unë nuk kam punuar dhe nuk punoj për Partinë Liberale të Australisë. Unë ofroj konsulencë për një gamë të gjerë interesash biznesi, disa në Australi, disa në SBA e të tjerë. Në aspektin e një partie politike, nuk e kam takuar. Gjithashtu nuk e kam takuar kurrë zotin Dutton, por shpresoj ta bëj kur të zgjidhet kryeministër." LaCivita ishte bashkmenaxheri i fushatës së Trump në garën e tij të suksesshme presidenciale të vitit 2024, së bashku me shefen aktuale të stafit të Shtëpisë së Bardhë, Suzy Wiles. Trump e falenderoi LaCivita në fjalimin e tij të fitores dhe LaCivita mori shkurt mikrofonin për ta falenderuar presidentin duke thënë se Trump ishte një kandidat i shkëlqyer dhe ai do të jetë një president i 47 i shkëlqyer gjithashtu. Vizitat dhe shkëmbimi i njohurive midis partive politike me të njëjtat mendime dhe konsulentëve nuk janë të rralla në fushatat zgjedhore. Anthony Albanese ka folur më parë për lidhjet me Partinë Laboriste në Mbretërisë së Bashkuar. Shefi i fushatës së ALP, Paul Erickson, ofroi këshilla për strategët që punojnë për zgjedhur Sir Keir Starmer përpara zgjedhjeve të Mbretërisë së Bashkuar të vitit 2024. Erickson u ftua më vonë të prezantonte në konferencën vjetore të Partisë Laboriste një veteran i marinës amerikane, i cili mori një medalje Purple Heart për shërbim në luftën e parë të gjirit. LaCivita ndihmoi në artimin e fushatës famkeqe. Swift Boat Veterans for Truth e konsideruar një goditje fatale për kandidatin presidencial demokrat John Kerry në garën e tij të vitit 2004 kundër George W. Bush. Dutton është distancuar nga lidhjet me Trump gjatë fushatës, pasi fillimisht ndoqi politika që përputheshin me disa pjesë të agjendës së presidentit amerikan, duke premtuar shkarkimin e 41.000 dëmpunësve publik, duke njoftuar një rol për senatoren Jacinta Nampijinpa Price në ndjekjen e efikasitetit të qeverisë, duke pretenduar se studentët po indoktrinoheshin nga kurrikula shkollore dhe duke denoncuar ABC dhe Guardian Australia si media urrëtieje. Gjatë debatit të dytë të udhëheqësve të fushatës, Dutton tha: "Ne i besojmë SBA-s. Nuk e njoh presidentin, nuk e kam takuar atë." Partia Laboriste është përpjekur ta lidhë Duttonin me politikën e stilit Trump, pasi sondazhet treguan se votuesit ndiheshin gjithnjë më të pakëndshëm me veprimet e presidentit amerikan, veçanërisht pas zbatimit të tarifave tregtare. Thesari Jim Chalmers e ka etiketuar udhëheqësin e opozitës Doji Dutton, duke i referuar të ashtu quajturit Departament të Efikasitetit Qeveritar të krijuar nga Trump në udhëheqjen e Elon Musk. Partia Laboriste ka të ngjarë të tregoj pretendimet për vizitën e LaCivita si më shumë prova se agjenda e Dutton udhëhiqet nga Trumpi jo popullor, por kjo gjithashtu sinjalizon lidhje të ngushta midis koalicionit dhe anëtarëve kryesor të rrethit të ngushtë të presidentit, me shumë gjasa të dobishme nëse Dutton fiton zgjedhjet e së shtunës. Duke bërë fushat në Australinë perëndimore, Albanese tha se Dutton ishte i shqetësuar për luftimin e luftrave kulturore. Kredencialet e LaCivita brenda orbitës së Trump janë të forta. Donald Trump Jr. e quajti atë një djalë jashtëzakonisht kompetent dhe praktik në një intervistë me revistën New Yorker. Ati nuk i intereson të marrë merita, nuk i intereson të përkthejë egon e tij. Ati intereson vetëm të kryej punën dhe të jap rezultate për babain tim, tha Trump Jr.